Besoj se po se për shqiptarët, po mos ishte Amerika prap do ta djegte. Prap do ta djegte. Me syt nga Amerika. Po tani me babaj nuk pajtove për Berishën, ra dakord më pas babaj? Babaj ra dakord se mu mush edhe mu menja se kur hyn në punë ata që kishin vjellur, jo ata që ishin përsekutum nga fjala e gojës ose nga një veprim tjetër, po ata që vollën u futën në pushtet, atëre fillova dhe unë të baj kthes, të baj hapat mrapat, të kontrolloj edhe një fjalët e babës. Kjo është e që skapa unë. Do ishte babaj që e njifte Berishën, jo ju. Ju ishte të shpres. Edhe njerëzit e vjetër. Në që, më kallëson nga vjen nas kemi par kur nuk kthejmë kokën mrapa nga vim. Duke ikur nga Berisha tani, të cilit ju e njohët më në fund edhe i dha të drejt babait. Kjo shpresa juaj nga Rama, pse kishit ju shpresë të Rama? Apo kishit shpresë që një njeri tani t'ja dali për Shqipërinë, domethënë kishit nevojë që dikush t'ja dilte për hir të Shqipërisë? Apo kishit një njojë me Ramën? Si që historia që ju besonit ke Rama? Besonim se njeri që punoj shumë për ndërtimin e Tiranës, edhe vinte një parti që të paktën këta nuk i kanë lyë duart me gjak. A i ka lyë duart me gjak se në qofë se ke djeni që po flasim në ti bashk, a i ka djeni për Arben Brocin e Bishanakun që u vra, a i ka djeni për Gramoz Pashkun, a i ka djeni për Azem Hajdarin. Mos thomë se ka dorë direkt, a i ka dorë indirekt për gjitha. Për Stokol Yldashin, për 21 jarin, unë nuk e di që presin, po mirë tha, kush tha nuk njeri luftohet, po është regjimi që ka futa i në gjak, është shumë vështirë për të luftuar, dën kohë. Ose veprimet që ka baj të lishme ose të palishme, ose lejimin nuk jam kundra xhamiave se është futën kultura ja, po është mush xhamia si në Kosovë, si në Shqipni, që nuk shfrytëzohen, që nuk hin kush për të falën ta, nuk lutet kush në ta. Po ju Berisha se ja vini për të gjitha? Është Berishës që ja vini fajin për të gjitha? Po ai është nana e zezave të kombit shqiptar, që nuk do zhdukën fajet e ti edhe 500 vjet. A i po të kishte zgjatë sa turku, se bol po zgjatë, a i ka ba ma kesë se turku Shqipëris, po ta llogaritish me kohën, edhe me jetë gjatësin, i ka ba ma kesë se turku Shqipëris. Ndërkohë ju e ndiqni politikën e Shqipërisë me sa duket, edhe tani, tërkohës. Do ditë pra lajmet e misionin se si tash dham shpirti për vendin tanë, ku shef rinin edhe forca, energjia, gjithë energjia e një shtetit është rinia. Ajo po shfrytëzohet në gjithë botën, po në Shqipënia. Nuk po shfrytëzohet sepse po ikën. Të rinë kanë ikur. Po ikën pra politika e djallëzume, politika e fliqur e Shqipërisë, që nuk zhduket ajo politikë dënë vite për të zhduk. Sa është fut thellën në gjak. Edhe vete kemi fajnë shumë, se në qofë se ti shkon, ose unë shkoj për të kryer një punë në një zyre, ose për të nxjerrë një certifikat, ti shkon e i lën një bakshish, aja po punon në zyre, ti po punon jashtë, në bore në shi, dhe e ka detyrim që të japë certifikatin, pagun në që sa ban certifikata, për qa po jep 500 lek ma tepër, 10 ose 1000 lek. Na kemi mbarë në gjak si popull këtë, kja shumë gabim. Në Kanada, kur erdhët, ishte e vështirë? Në çdo fillim, kudo që shkojsh të fillojsh jetën sërish, është shumë e vështirë, për mua ishte e vështirë se gjuha. Edhe një kohë që erdha këto 48 vjeç është vështirë të thehet veshi, se i riu e merr shumë më mirë, shumë më shpejt gjuhën. Do me thënë,
48 vjeç, pa ditur gjuhën, ju paguani lekët që kishit mbledhur dhe fillon një jetë të re në Kanada. E bët për fëmijët këtë gjë apo për ti nga Shqipëria? Shqipëria s'bëj. Ate për fëmijët, po edhe vetë nuk në jesha mirë. Të thash në jesha si i huaj në vendin tim. Nuk po ndodhte gjë. Ju prisni që diçka të ndodhte, asgjë s'ndodhi. Mu më bante përshtypje se hinje në Shkodër në një lokal, kur hyte një vrasës, të gjithë kapeshin në vetin janë me tjetrin kush me pagu kafen, nërsa një njeri të neshëm, një njeri punëtor, nuk e këthen kryt me pa kush se tonë, kjo është gjëna, kjo është fakir, kurse ai që vret në Shqipëri, ai respektohet, pra ndaj thëmë, kjo edukata shumë mrapa e popullit shqiptar. Se për mu Sali Berisha është një vrasës. Se një njeri që din gjitha të vrasje që ka gisht indirekt, se jo direkt, në kanun hjekësi është një lloj si vrasje, ai është hjekës. Ai ka qenë hjekës gjithmonë. Petrit, pse e ke këtë? Se disa është e çuditshme, më duket sikur më ndjekin njerëzit që duan të tregojnë për Berishën në emision. Në fakt ju nuk më thatë gjë, ju më shkruajtë në Instagram, duket? Po. Dhe më thatë që kam dëshirë t'ju tregoj jetën time. Unë tash okay, po të dëgjoj dhe nuk e dija. Thjesht hyra në një regjistrim për ditur jetën e një njeriu. Nuk e dija fare nga ishit nuk e dija këtë që do tregonit. Ju e bëni, jo, më fal, dua të di këtë gjë. Ju po e shani Berishën në emisionin tim, se shumë të tjerë para jush e kanë bërë, apo ju vërtet keni një urrejtje të tillë për Berishën? Këtë dua të kuptoj. Nuk kam urrejtje për asnjë njeri, kam urrejtje për veprimet që ka bajnë, veprimet që ka bën kombin e vet. Për naftën që i dha Miloševićit, një kohë me luftu vëllezërit e vet. Dhe njeriu që i pau që kontaktun me Slobodanin, ajo zhduk edhe sot nuk gjinet. Aty të dham shpirti mu e çdo njeriu që ka sa do pak zemër, që ka gjak shqiptari. Ndërkohë, tani në Kanada, tani po zbardh në Kanada, pak nga pak, në Vancouver po zbardh. Po del drita. Po del drita, pak nga pak. Dhe ju për pak do shkoni në punë. Çfarë është ky objekti që po bëhet? Çfarë punë bëni tamam ju atje? Keni një skuadër apo punoni vet? Ja, punoj për një pronar është polak. Polak? Po. Punon vet? Punon vet në ndërtim? Ai s'punon fare, po ka organizu 4 grupe, ka 4 përgjesa, edhe ka rreth 50 vet që punojnë për ta. Ai nuk punon, është ndryshe nga procesi yt i punës. Ai interesohet për materialin, i blen materialin në Kinë, edhe e bjen këtu sa shumë lirë, edhe ndjek organizimin nga mrapa, nuk është se punon, po puna është edhe ajo. Tamam, punë është edhe ajo. Ndërsa puna juaj është direkt, ju punoni me llaç, kush është puna juaj direkte që bëni tani? Puna jonë është përgatisim forma ose armatura për soleta, për muret anash, qesim mure betone dhe përgatisim themelet, edhe qesim soletën e pare, bajmë parkingun poshtë, edhe aty e sipër vazhdojt me dru, deri në 8 kate këtu, ndërtesat të gjitha banë me dru, në 8 e lartë banë me beton. Deri në 8 kate bëhet me dru aty? Të gjitha me dru. Pastaj me beton? Po u banë projekti ma shumë se sa 8 katesh, fillot nga fillimi ma në i banë gjithë me beton. Deri në 7-8 ma ndruri, po. Është e rëndë? Është e rëndë që të punoni akoma, apo sa të keni fuqi do jeni në punë? Jo, nuk është e rëndë, por është e rëndë nga kjo që për shembull para 2 javësh ne kishim 10 centim, 20 centim borë, u do të 2 orë, 3 orë me largu borën, pastaj me fillu punë. Po t'ishet në Shqipëri tani, ç'a do bënit? Po t'ishet në Shkodër, të shtëpia juaj, ç'a punë do bënit? Si do jetonit aty? Po prap, o do futem me ndërtimin, ose do merresh me bujqësinë, se ne nuk është se kam ndonjë shkollë, kam shkollë në ndërtimit, po nuk është se ka ndonjë vend
punët posaçëm ose që mund të gjajsh me punë. Pra, Ju jeni njëri zoti, po dhe njëri i ndershëm, edhe njëri që ju vjen keq për këtë fakt që vendi juaj respekton vrasësin edhe të ligun, po për të ndershmin ul kokën se si hyn punë kujt i ndershmi dhe i varfri. Ky vend, pse nuk i mban njerëzit që punojnë, ose më saktë këta njerëzit që punojnë, pse këtu nuk i sheh vërdall, po vjen jashtë e punojnë në ndërtim, në borë, në tërkeqe, ç'a ndodh, si funksionon? Po gjitha është politika e djallëzum, ne shitëm gjitha burimet, gjdo njeri që është e rrit frutin, e shet frutat, nuk shet pemën, ne shesim pemën, ne shesim burimin e nafs, ne shesim burimin e ujt, ne shesim gjdo gjakën, a shit gjithë pasurin e shtetit që kur t'ishte pronë e shtëpis tonë. Pa marrë konsultime me publikun, me njerëzit e dishëm. Ndërkohë, si i bëhet me këtë pjesën tjetër të njerëzve që në Shqipëri i ke në kafe, jashtë i ke që pak dhirë në punë. Kjo është pyetja që mua nuk jap dot përgjigje. Pse ne punojmë jashtë? Pse këtu nuk punojmë në shtëpinë tonë? Pse na vjen turp nga puna këtu? Aja është pra si duhen breza që të kalojnë që edukata e jonë është fut një edukat e djallëzum. Asë është me nërgjegjën e me gjakun që kemi pas, asë është me kohën që duhet ishte. Edukata e punës, pra, nuk është, mungon edukata e punës, po sistemi i vlerave gjithashtu mungon, sistemi i vlerave, a çfarë vlen dhe çfarë nuk vlen, këtu është e paqartë. Dy gjëra. Ai që vlen nuk respektohet. Ai që është i djallëzum, ai që din për të ikë ligjit për të mashtruar, ai respektohet. Prindrit i keni gjallë? Jo, baba ka 20 vite që më ka vdek, ndërsa nana jeton është në Amerikë, po nuk është e kënaqur. Çdo nani don fëmijët e vet afër njëri me tjetrin, don edhe ajo që të shkojnë mirë punë në shtetin e vetë se... Kështu që i keni syt nga Shqipëria të gjithë. Po kush është shpresa juaj? Petrit... Edhe asaj, sa mua dhe ma tepër. I dhëm. Kush është shpresa juaj? Shpresa e njerëzve që janë jashtë? Cila është? Çfarë duhet të bëhet këtu që t'ju mbaj, t'ju kthej juve? T'ju bëj bashkë, t'ju kthej... Si dikur jo, po t'ju kthej. Po kam shumë shpresë të vettingu të ligji që vendoset njëherë ligji, pastaj do kisha dëshirë të janis të unë të gjdo adhetar, si që është në Izrael të paguat një simbol, një 2% shqivlerës, ose edhe 1% ose 2% nuk qojnë këndarin që të paguat për tokën tonë, për venin tonë. Po ato lek të administrohen. Do me thënë, të kryohet një mbas vettingu të kryohet një klasë njerëzish të përgjegjshëm që nuk do e vjedhin lekun tuaj dhe ju të paguani për Shqipërinë që Shqipëria të bëhet. Unë do t'isha i pari që t'jap kontribut për tokën, për vendin tëmë. Para se të hyja në emision, ju bët një provë me teknikët e Shqipit edhe me gazetarën e Shqipit. Gazetarja tha që zotria nuk ka histori, nuk ka çfarë tregoj, do flasë në përgjithësi. Nësa tekniku tha nuk bëhet kjo intervista se s'ka dritë, po flet nga një makinë, është e pabëshme. Ndërsa unë ju pash një moment, edhe thash po. Pavarësisht se s'ka dritë, pavarësisht se ju s'keni një histori t'jashtë për treguar, ju keni historinë tuaj, që është unike. Dhe çdo histori do të dëgjuar, pavarësisht sa dritë ka. Se ja po vjen drita tani në Vancouver. Faleminderit, është kënaqësi me fol me gazetarë si ju. Faleminderit. Është privilegj. Shumë faleminderit. Unë dua t'ju uroj t'ju vej mbar, nuk di nëse është mbar të vini në Shqipëri, po për Shqipërinë është mbar të vinë njerëz si ju, të kthehen. I uroj mbarësi fëmijëve tuaj, sepse si ju rritën prindrit me ndershmëri, jam e sigurt që dhe ju do kaloni ndershmërinë tek fëmijët tuaj. Unë flej edhe zgjohem me mendjen te Shqipëria, po? Për shembull tani lajmi më i mirë nga Shqipëria, cili ka qenë? Lajmi më i mirë nga Shqipëria këto kohë, cili ka qenë?
Lajmi më i mirë. Nuk mund ta quajë lajm se ai për shembull dënimi i një ministrit i Tahirit është dënu pa provë, ai është dënu vetëm për politikë më tepër. Nuk të pëlqeu që u dënua një ministër? Po si do bëhet vettingu pa u dënuar ministra? Apo Tahirin e pëlqeje? Jo, pëlqen kur dënohet me fakte. Po Berisha që u shpall non grata, me fakte u shpall? Ai ka fakte me mira fakte. Ai edhe do të kishte fakte edhe për Tahirin, por njerëzit kanë frikë, kjo frikë duhet të thyhet. Që ta nxjerrin ata që kanë pa, ta kallëzojnë ata që kanë pa, po kanë frikë se i kërcënojnë ndoshta me gjëra të tjera. Po, kjo është e vërtetë. Shqipëri njerëzit kanë frikë. Edhe prandaj edhe njerëzit po flasin shumë për Berishën tani se ju iku frika nga shpallja e tij në Ngrata. Ju iku frika se po shikosh në shtëpi time gjen me mira shkrime me data, me gjëra që i kanë bërë për vetëm për s'i kanë nxjerr shpirti për ta, si punë që ka bajnë. I shkruan ti, shkruan vetë, mban shënim. Po i mbaj shënim e shkruaj. Po pse e bën këtë gjë? Po si çdo njeri ka qef të, jo se ka qef të shkruaj keq për dikën, po don të shënoj të di se çapo bëhet. Dhe shumica e historisë fillojnë me Sali Berisha. Sepse ti në një farë mënyrë ke piketuar si njeriu që të prishi mundësim për qenë bashkë me familjen në Shqipëri Sali Berishën. Mund s'm ka prish as i punë që unë mund punoja, nuk mund të lidhesha me ta, mund të shikjoja punën time, po i ka prish gjithë kombit shqiptar. Gjithë ku folet shqip, ka prish punaj. Kështu e gjykoj unë, e kështu ma mërmenja çdo njeri që ka sa të pak logike. Po ka dhe njerëz që mendojnë ndryshe, ka njerëz që e duan, apo jo, ju e keni parë që atë shoqërojnë njerëz që e duan. E duan se kanë marrë shumë nga ai edhe presin, kanë shpresë se do fitojnë e do marrin prapë nga ai. Po mendoni që mund të fitojë përsëri, mund të kthehet përsëri Berisha, të fitojë përsëri dhe t'ju japi prapë këtyre që ka dhënë? Kurrën e kurrës. Është fatkeqësi edhe për këtë që po ndodh edhe për gazetarë që thrasin studio, është fatkeqësi. Juve ju lëndon ky fakt. Juve që keni ikur, jeni shpërngulur, që jeni jashtë, që ndiqni ç'a ndodh, ju lëndon. Më lëndon për çdo gazetar që shkon e merr në intervistat njëri që s'ka lënë gjë pa bë. Ai vërtet i ka bërë të gjëra të mira, po është ndodhur në atë pozicion si s'ka pas, ka shkon pa e bë. Se nuk e lente bota pa e bë ato gjëra të mira. Edhe vetë detyra dhe pozicioni. Tani të nisi pak, po të vjen dita aty, më duket se ke marrë dhe kafe në makinë, më duket. Po ti pije kafen, pse ke mos kiso e pash, e kuptova, kështu që pije kafen. Se unë i kam pirë kafet e mia, tani kam ujë këtu. Mos u shqetëso, pije kafen, se do bëhesh gati për punë. Besoj të pret një ditë e lodhshme. Nuk është sa është e lodhshme, ma tepër punoj me laser, me nivelime, me ashtu, nuk është e lodhshme. E lodhshme është se 8 orë jenë kam, do marrë ndoshta edhe peshën nga një herë, po jo që është për mua nuk është e lodhshme. Shqiptarët në përgjithësi që takon që një aty në çfarë lloj punësh janë? Në gjë shqiptarët edhe këtu për mendimin tim kanë marrë një drejtim të mrapshëm me çelën shteti, mu nuk më prish punë. Po një njeri që pagun 18.000, 20.000 drita në muajt, ai shteti e din shumë mirë ta i po rrit hashish, po rrit marijuana në shtëpi. E shumë familje bajnë këtë punë, në njëkohësisht bajnë edhe punë tjera, po një shqiptar që punojnë shumë edhe kanë sipërmarrje që punojnë në ndërtim, edhe kanë fitime kolosale, fitime më të mëdha kanë me shitblerje. Kur kam ardhur unë këtu për shembull, mund ta blesh në shtëpi një zonë të lartë $400.000, sot mund ta shesh $1 milion.
Kanë marrë shtëpi dhe i kanë shitur pastaj. Kanë pasur intuitën e vendit dur. Në gjë si më tha mua i Kosovari, më tha, të punoj nga i herë për të shtunë në kohë të lirë për ta. Unë tha investova $200,000 tua edhe 100,000 në Kosovë. Ata 100,000 në Kosovë, tha, më kërkoj lekë për ditë. Me këta 200,000 këtu, ka shit e ble shtëpia, e shiti shtëpinë $4,500,000 ka shit para 2 muaj. Do me thënë, leku në Kosovë kërkon lek të tjera, leku në Vancouver të jep lek. Në e kuptoj. Më duket, je me dikën në makina po vetëm? Se fillova pyetjet unë. Vetëm? Vetëm. Më duket sigurisht e dikush pash një ngjyrë të bardhë aty afër teje. Okej, gjithsesi. Po lvizin, vin punëtor ta lvizin. Fillon puna, po e bukur, ata po vinë në punë, ndërsa ti po jep një intervistë për Shqipërinë. Dhe një intervistë shumë bukur, më ke dhënë shumë kënaqësi, vërtet. Faleminderit, Nasia, ishte imja. Do ta shfaqim këtë intervistë në Shqip, edhe ju mund ta shikoni sa herë të doni, dhe t'ia tregoni njerëzve dashur në mamas në Amerikë që e përqafoj. Faleminderit për ju. Dhe familjes në Vancouver. Uroj punë të marë. Faleminderit. Ju gjithë gazetarëve që kanë një punë shumë të lodhshme, disa e përballojnë, po disa kthehen dhe shumë janë nga ata që kthehen nga frika dhe flasin dhe sipas interesit të njërit apo tjetrit. Faleminderit. Unë kisha kënaqësinë të kisha këtë intervistë sot, e veçantë shumë edhe për mua, sepse ishte me një shqiptar që po shkon në punë dhe ndalon del herët nga shtëpia, ndalon makinë në mesnat praktikisht. Dhe pastaj kur vjen drita ikë. Tash ai përgjesi po më shef bile më thot, çfarë bën ti si skefi, lutë puna las, shihe orën thot. I kërkoj mbjes, punë të mbar. Mirupafshim. Ju përshëndes. Faleminderit. Ishim me Petrit Vukaj në Vancouver në Kanadas, doli drita dhe tani po shikon të përgjegjësi duhet të niste punën. Një shqiptar i ndershëm, një shqiptar i zoti, një shqiptar me dashuri për shtëpinë e lindjes, për nënën, për babain, për vendin, një njeri me mall për vendin e tij, i cili u përpoq në vite për vete dhe për fëmijët. Dhe tani është në Kanada, ka martuar vajzën, ka 2 djemë në shtëpi, po ndërton një jetë, po nuk i rrihet pa folur, nuk i rrihet pa shkruar, madje shkruan për ato që shikon, për ato që beson, për ato që do të ndodhin. Një ditë në Instagram, me siguri nuk ka shkruar vetëm mua, me siguri ai ka shkruar edhe të tjerëve, po gjithsesi unë i përgjigja, më tha dua të flasta, kam për treguar. Dhe ju e dini, unë jam këtu për të dëgjuar historitë tuaja, me shumë kënaqësi. Faleminderit.